Përshëndetje, a jeni mirë që sheni? Apo do një musafir? Që sheni, a e mirë? Shfrytëzoj rastin në emrin tëm të familjes ku është të përbohur, inshallah e lëmërdashtë të kemi të ne, e ju i qënë fortën e gajrit, në në arësat me alitin me të vizitu, e me këshyrë, që keni halët që shëni gjendjen. Shqipe, përshëndetje. Përshëndetje. Jena në Skenderaj, familja 5 antarëshe Shqipe Ramadani. Shqipja është me 4 fëmijë, burri i ka vdek, jeton me qira, me ndihmë, ato janë gjithë dorën kush sa të mundet. Po me gjithat, na do të mësojmë më shumë për historinë, jetën e saj dhe të fëmijëve të saj me vetë Shqipja. Shqipe, paka shumë, Bekimi edhe shoqënia tjetër na kanë folë për ju, për jetën e juaj, për historinë e juaj. Ç'është po jetoni sot? Jetoj me 4 fëmijë, burri vdesi dhe në fundes. Gjeneraturi kam mytë, në me 4 fëmijë kështu. Falenderoj kush ka një mund dhe i tash. Ta fëmët e burrit, e zakun e burrit. Pranojnë e banesa, falenderoj shumë, se s'm ka morë qëra, masi m'ka vdek burri. Kush m'ka një mua, Allah e shpëtit. Inshallah Zoti mëshiron. Zoti ju lash nash ju. Falenderoj që një orë, lishme një social, nisë në 70 Kush po më mujnë që shtu të ta burrit, falenderoj së tyne, që shkomoj që shtu të përgazet. Jemi kam mbroj, para një vjeti jemi detyru më dalë në Skenderaj, sa tje s'kem pas ujë. Qikat shkollën kanë Skenderaj, voltimi. S'mo ishim atje. Po dasht më detyru më dalë kanë. Një jo kemi të në që banesa në jetik. Tjetër që një banes me qëra, po e kom ma shtrejt. E s'mojten, dojnë këto ma dirë. E 50 ditë burën ka diru për i qera, uje për i rrime, për i tana, falenderoj shumë për në. Ani Zoti e shpërblet. Alloj, qështu, e që të social me të një mungë se ja. Mos më ka më një mungë, zdi që kisha bo. Me i social ka, që më bo me të. Shqipe, unë e thash që në ka folë Bekimi, në kanë folë familjartë për historinë e juj. Na sot këna orë me dëgju vetë nga ti që shpëjeton halët, dertet e juja, edhe me të dhoni lajmen se na ja u këna bleni për nesë. Faleminderit shumë juve, Allah i shpërblift. Një cen kush e ka qitë, Allah i shpërblift. Bashkë me mu është Bekimi, pjesë e juna, mëti, Bekim, në ka rast shpesh me vizitu shumë familje, edhe kam pa që për këtë rast në ke folë 2-3 herë se është një familje. Bekimi unë kam angazhu me u interesu me gjithë një banes edhe Bekimi emri Bekimit ka bo që banesa tjetë me një qmim shumë më të bolleqëm se sa shmimi real i tregut. Që shpëndijesh Bekim? Është dine pa përshkushme, Halil. Dhe njëherë, lusë madhe në zëtë, ty e ke stopën e shoqatës. Allah e me shpërblimet mira, po edhe gjitha ta bamirësa dhe natorë, ka janë rruzullin toksorës, që po ndihmojnë këtë mision të shajt ju në pokursejnë bugjetin e vetë. Është ndjenje pa përshkrueshme atë. Një nanë me 4 fëmijë, 3 vajza në djalë. Në moshën 15 vjeç, që të kaltë aty. Ashtu si që tha Shqipja. Fati ka desht, kështu, inshallah do Zoti Shqipës dhe fëmijëve jap Zoti shëndet, kanë pakë të të. Juve Allah i madh i shpërblet dhe njerë, juve dhe gjithë donatorët që kanë kontribuar. Edhe për Shqipën sot, po edhe për shumë familje tjera, shumë vepra tjera të mira që jeni duke i bën për çdo ditë.
Knasi e pa përshkrushme, kur njeri mund bën mirë, neve kemi bisedu shumë raste, edhe në kalumen, e kemi vizitu shumë familje në kalumen, jo vetëm Skënderaj, po në për shtete tjera të Kosovës, është kur njeri mund bën mirë, tjetëret, i qysh zemra të rritë prapë. Alhamdulillah. Çdo të imër. Wallahi, po. Inshallah i lumizet, na jep mundësin, mi asgjo dorën atë që ka nevojë. Amin, inshallah. Faleminderit Bekim. Na do të shkojmë bashkë me Shqipen, edhe Shqipja i ka 3 qika në ideal. Te banesa reja vlen me theksu se familjarët e Rahmetlis janë organizu për me janë gjitë dorën Shqipës dhe fëmijëve të saj. Edhe i kanë të bullë 10.000 euro, i kanë qitë në gjiro llogarinë e shoqatës tonë. Na këna ble banesën 48.500 në mëri. 48.500 euro është bo banesa me gjithë mobilim. Taki Bakulli, për Amerikës të Evropë, $30.000. $30.000 Hakif Makulli me banim në Amerikë, inshallah Zoti e shpërblen. Sot është gjumë, po gëzohen jetimat me nanën e tyne, kur gëzohet jetimi, gëzohet edhe vetë Zoti. Hakif, familjar, Bekim, Zoti ju gëzof me familjet e juja edhe gjithë juve donatorve ku do që jeni. Amin. E juve Shqipe për haju ku banesa re, e gëzofshi. Paraj Shqipe. Na po shkojmë, Falenderoj të gjithë donatorët, edhe juve, kush një cent e ka qitë Allah e shpërblit. amin, na po shkojmë të banesa re Shqipe, me t'i dhonë qelsat, atje janë shket gati, këtë e mobilium, edhe ju pisët mundi me jetu në banesën e një. Po Hajde shkojmë. në rifisi. E na erdhëm të banesa e re, unë i kam qelsat në dorë, qelsat po pret mi marë Enveri, djali vetëm i kësaj familje, po unë kam derin me pas Bekimin me veti sëd, e qelsat për e Bekimit, e Bekimi e jep Enverit të qelë derën. Allah e shpërblet. Amin. Në vazhdon. Me në qelsin e gëzofshit banesën. Hajde, bon, bismillah. Hajde këshum pjesën tjetër amena. Salon, kuzhinë, edhe një balkon ku ka qëmë. Na jem konakun e rritë është Enverit, bashkë me 3 motra edhe nonën. Kjo është banesa, unë edhe njëherë du ta falendroj Bekimin ka dhënë një kontribut se ka folë me pronarin e banesës. Banesa është 84 metër katror, 48.500 me gjithë mobilim, pra ka bo zbritje edhe pronari. Donatorin në Amerikë Hakion, Haki Bakullin, Zoti e shpërbleft, ka dhënë $30.000. 10.000 euro kanë mbledh familjarët e Rahmetlis. Pjesa tjetër që ngel, do të plesohen listat e donatorëve gjithë për këtë familje. Shqipe, banesa që shtë dëfë. Shumë e mirë. Faleminderit prej krejt donatorëve, prej teje, prej Zotër Bekim, prej tonë. Të na se bep për marrë me të vizitu bo Bekimi, na ka folë disa herë, e Zoti i shpërblef Bekimin e krejt ata që u bonë se bep për më botë më Falenderoj banesa. donatorët e Bekimin e ty, e krejt, kush e ka qitë një cent, Allah e shpërblit. Na lusim Zotin që fëmijët me pas shnetën, e jetën e gjatë, e me i bo Zoti edhe këta bamirës, kur të rritën e me unë gjithë dorën atyne që kanë nevojë. Shqipe, unë e kam një histori të vogël, du me thonë. E kem në një shok donator bamirës,
që jeton në Gjermani. Ju ka rrit djali vetëm, edhe ka nis ka pak me punu, e rrogën e parë, kur e ka marrë, ja ka qu babës, po ja ka dhonë 100 euro babës me bletit diçka vetë, edhe 100 euro nanës vetë. Ky bamirës është i sprovum edhe me një vajzë të smurë. Më ka thonë Halil që të 100 ershin tem që ja ka shkru emrin e djalit në pare, ku të shkujsh edhe ta gjojsh dikun që të flenë zemrat ti, leje që aty. E une që të 100 ershin për jalon berit. E ju ta lutni Zotin për ata, e sidomos për qikën e ti që kjo është 100 ershin me emrin e djalit vetë. Rruga e parë, 15 vjeçar të punën kapan, e unë për talon ty në berë. Faleminderit shumë. E ti lutu për ta, e sidomos për vajzën e kësaj shtëpie. Zoti ju rujt juve, ju shpërblet. Faleminderit, me krejt. E aj që s'po du mja përmen emën që mi ka dhonë këto pare, Zoti ju shpërblet, Zoti ju shëru vajzën, e djalit jetë gjatë, e inshallah i bja rroga tjera në familje. Kjo është gëzimi kësaj dite të gjumë, shqipja me fëmijë u bo me banes, sebe bekimi me familjarët e burrit vetë, sebe ju që po derni nga djersa juj në gjiro llogarinë e shoqatës tonë. Zoti kur mos ju humbë, Zoti ju rujt juve bashkë me familjarët e juj ku të qeni. Na shihemi në gëzimin e familjes tjetër. Faleminderit e gëzofshi. Shumë, Allah i shpërblet. Anëver e gëzofshi. Allah i shpërblet. Allah i shpërblet edhe ty bekim. Para e shqipit. Faleminderit, Allah i shpërblet. Exact.